edhe juve për hajru koft. Me të mira inshallah e kalojmë, se kjo festë është shumë festë e modhe, festë njerëzore, pos rahmet e bereqet. Edhe në fund të fundit urime krejt muslimonëve në mund botës ka hjon, ka hjon. Jam kishta qenë një mesazh që mu bashku, mu një vend se të përqone, të zëzune, të kametu një jenar konë bollë. Sot kishe e kena një kashore ri, po nërme vetin sënë po mirë më vesh. Dhe kretë shumë po folin, po ju. Allah boftë rahmet, i uzoft. Urimet gjithë për Barbara, me Allah i ka bolli a boftë. Po politikanët, ata letë mësojnë ma mirë, se kanë mirë heqa me Allah. Letë jetë ky vit i paqës dhe i bereqetit. Shpresoj që toleranca ka me mbizetru këtë vjetë. Po duhet me përgëzu Hoxhën sot për një fjalim fantastik edhe të anës politike. Besoj që gjithë ne duhet në natë frym të fjalimit sotëm me usjellë. Edhe kësa herë, si herave të kaluara, gjithë botës islame, anë mban globit, ja uroj këtë fest të madhe të Kurban Bajramit, dhe të mbretëroj në botë paqja, mëshira, sakrifica, solidariteti mes njerëzve, harmonia, të ketë tolerancë, harmoni, mirëkuptim mes njerëzve, të shtrit dora të varfërve, të shtrihet të dora pajtimit mes njerëzve, të ketë harmoni, paqe, po sidomos të ketë solidaritet, harmoni dhe të ketë më shumë ndihmë mes njerëzve, të ketë ndihmë më shumë në kuptimin human dhe solidar tek shtresa e varfër e popullatës, të ketë harmoni me shtresa e politike, të ketë mirëkuptim mes dallimeve fetare, racore, kombëtare dhe gjithsesi në botë të mbretëroj paqja dhe një serit urdhëroj që në festë të ardhshme të Kurban Bajramit në botë të ketë më shumë paqe, harmoni dhe të ketë solidaritet mes kombeve, racave dhe feve të ndryshme në botë.